Publik I dashur, mirë se erdhët në emisionin e 102. Dje nisim si ata Shqipërisë 102 emisione me juve dhe me neve. Ju kom thonë që inteligenca artificiale ka me ba problem. Kjo është e marrune me inteligenca artificiale ka ba buj gjithandej rjetit. Mos besoni këtë që ka sheni përveç atyne materialeve që na ju thojna që janë original, për shembull I dini cilat janë original, për shembull Epsteinin që dhe dosjet që e ndalë pak, da merem edhe na, se këtë bote e në marrë, a marrë si e njëni, e marrë këtash, nuk kam fort nësishme na marrë me atë punë, po thamë hajt pak edhe na, se ishin kanë të përzine dhe bia të unë atë dësene, po na po shkojna kadal jetën, a e ke po, se turbulenca po ndodhin në botë, po? Në aeroplan, pëse ndodhin turbulenca ata e din, bisë spjega ma kështu ti që din, jo që shë materiali. Mas pari thuja ta mirë mrama, se e kitë atë. Në falë që po të përzina në punë të mija, po... Urda. Edhe unë e kom e thonë diqka. Hajtë thuj. Që tash kom janisë. Nisja, pa mundesh. Mundesh. Mirë mrama mish, po takohemi prapë në emisionin Breaking News, emisionin 102. Që kam i thonë ma shumë se faleminderit. Janisi, kadal. Faleminderit. Faleminderit shumë, jeton... Do një falenderu gjithmonë. Edhe për dhëratët, falenderit. Po, kjo është bashkjetesa. Bashkjetesa, Vanile e ka një gjatë bukur, ka thonë një rekvizit në qofë se nuk përdore deri në aktin e tretë. Regjisorin publiku do të me morë pushkën e me vra regjisorin. Ata spjegoj pak më mirë, shka deshte me thonë. Jo, unë me shpjegu ma mirë, po në vetë e komplikoj që po me thonë. Sepse edhe puna flamejve është e komplikuar. Do bota është në turbulenca që aty ishim, them kadal, hajde ka turbulencat. Po, mos harrojna me cekë që, si gjithmonë, me emisionin ma që shkuën ven, numrat kallëzojnë, jo pëse na thojna me abo shefin ju edhe vetës, po numrat kallëzojnë e gjithë të tilë. Dyjaja është në zjem edhe që thuat në zhargonin popullor, kartuni digjet, se që po do të më ngreje pak, se mosha ka bët vetën, kartuni digjet e kurva krihet. Kej dyjaja I shkon fejk, na I kam prish më delet, na I kam prish njerë që I kena idolizu, që I na rrit me ta, që na kanë pështu, e ata në fakt, pështu na kanë, po edhe ishin konë në kuptimin e mirë të fjales. Ja, e tha e kesh. Ata ishin konë ka pak në një vetit tu. Një mirë du dhëmë s'falë flejsh të për para flamurit komtarë atë. Flamurit komtarë është... Sinonim. E ka venin e vetë, në I bala lështi, edhe ti atje. Ti sidomos ti. Ti në I bala. Ti në I bala. Kështu që ata ishin konë për faqet galme. 300.000 faqe, asa po thoi? 3 milion e diqka 3 milion dosje, 3 milion faqe të zeza I këshim pasbo. Mos ja pruft zoti me hongër me luk dukatit. Mos ja pruft. Po na këna pas me këto përgjime, këna pasur në këto kësi skandale, video përgjime, audio përgjime. A I ditë në shtatë kujtuat. O, Vala me qaj qenive. Qene është shkojna djeri me turbulencat që ndodhin në aeroplan. Shkojna me turbulencat, që këshyre mos shoj, tha me qenë, qëpë shka ndodhin, pëse ndodhin turbulencat në aeroplan. Lërimi matë, forte mas ka të rridhë. Mazi këtë djallin ma kanë tutë që djallin që atë... Amo problemi është që kafun e ka më pasyre. Se që atë të rime ka pak... Kër vjen të ushtërngu kështu. Do më turbulenca jetën në aeroplan, turbulenca në përbot, turbulenca në Maqoni, të na ka një safe city, seni më mirë që I ka ndodhë Maqonis prej pas konfliktit, ose nështë edhe prej themelimit, për mu personalisht është safe city. I ka hek, e jetën, po supozojmë, një, veç në Shkup, një 10.000 kere që s'janë të regjistrume. 10.000? Po, unë kam qef hala me shtu, do më se ka pas të garantoj, unë që I kom ditë që janë pa regjistrim, jenë kom plot kere. Tani pa leje.
Ja, pa leja i së në din, sa ai në qesë së mund më të hi. Pa leja Ja, ta fotografan, Ta fotografan, po? ta Pa fotografan. e mund me pas kjerin me regjistrim edhe me vozit konform regullav të o qa u kam bronë që të di shka brenë. Ashtë një farë kundë që të isholla nuk një të... farë Si e të i marrë vesh ti se ti nuk je i maqonis. Safe City e Çdo fotografon... det për Maqedoni. E di, e që lëzën se ti e këtu, po të të regoj një ditka. Safe City, ta fotografon tabelen. Tabelen është keri jam. Po. Në kerin tem si më konë, unë akon njoni pa leje. Po, a i të fotografon në qofë se ti ke bo kundra vajti. Jo, a i vish më të fotografu, hajtë se peqet që do në sëret. A, marë, zotë kësë merë vesh. A është e vërdet blerim që ka qa bëdha, ma është e vërdet. Po, a i banë kundër vajtje, po, blerimi për thëtë po. Po, në qofë se a i bën kundër vajti, pa bo kundër vajti, a i qenë sëret. A i qetë në sëret, edhe tash kur të mbjen mu, dënimi mu a marë lejen se ka hinë të Po, kuqen. se dorë së më ka i më qitë në sëret, të ka si. Do më thonë, se s'fëllen mi spjegu senet më të rëndësishme hi, s'fëllen, do më mund, do më mos kërës ti. Si ka bi kokrat, i ka pi herët. I ka përzi. Prit ta spjegoj, do më thonë, se është shumë e rëndësishme për publikun tonë. Të erdhi nati pak shte. Po më erdhi natë se po du me spjegua ku banojnë gjysë tash. Se do më tash mos i Epsteini, krejt këta politikantë jenë dolje për hurë, Për shlirë, Pa dhone ti po qelëm pak. Në rënë këna me prit më bohuar. Po, edhe s'kena me dollë piksoj bote pa u bohur. Jeton, unë e kam një problem, për shallë të jap kerin ty, edhe ti e ban kundër vajtjen, hinë të kuqen. Ata vinë mua morë mu lenë se keri a i registru në emën tem. Tash unë epizodit du të me të qutë ty. Po. Se je konë shofer. Kur shkoj, shti, thunë dhe s'kam leje. Ki drejt, sa është. Dhe vënd e krytëm këta. Me shpjegimit që ta është në regull. Pa si së më leo me angër mu derin fund. Po jo më urdo. Ja që këshyre njerit ja kanë morë. Komuniteti i Rom jeton në Republikën e Maqedonisë, tash po bëhemi pak serios. Domthon komuniteti i Rom jeton në gjendje jo të mirë edhe financiare, edhe me dokumentacion, edhe me krejt. Për shembull, tash Safe City i ka qitë anomalit e shtetit të cilët, për shembull, unë edhe me njerëz kam bisedu, edhe ndërtimet që banë, për shembull, si ka leju shteti Maqedonisë me u bë kjo lagja këtu e gazibabës, shtëpi përmi shtëpi. Ka leju një komunitet të tërë me qenë pa regjistrim, pa kerë, pa tabela, edhe ata kryesisht, për shembull, merren me qëto, jo bajnë najsen, jo krynë në i shërbim që me fitu pak pare, jo mledhin dole menka, do se ne flasë për një grup A të... për më të plëtsu Fadil pak to? Se këtu po vlitet për regjistrim të kjere, këtu ka edhe njerëz pa regjistru. Po flasë edhe për njerëz. Dhe më mos pari do të me regjistru njerëz, që ata njerëz të me regjistru kjerët. Po ne, këtu e kemi marrë flamurin, publiki joni dashur, 2 flamujt tonë dhe kemi me boni porosime jetonin sepse që ky vend edhe që ky shtet ja kena nis me dasht, me thoni jo një është, a përdine mes me thonë Safe City kryesisht ka shqiptarët i ka qitë kamerët. Jo bë lëshohet që për shembull edhe një komunitet tjetër që është i vogël pakicë këto për shembull Romët kanë pas problem këto ditë sepse Safe City e ka regjistru s'ka 88 i ka dalë regjistrimi i fundit e ja halan në rrugë. Edhe ja ka marrë njëri që Hajde. e ka blej pa regjistrim, i ka vyj për me bajt njerit. Po blerim s'ki. Qënë. Ja vozam 32 godini, vozam kola. Сега ќе седнам на комбе, на кола, возам за Германија. Ова е срамота. Срамота како може возилото да ни го зимат. Имаме комбина по 5000 евра, имаме коли 10, имаме коли тука на 5000 евра. Ова е срамота прво државата наша, возилата наши да ги зимат. Ја имам 7 деца, ово има 5, ово има 4, и тој има 10. Значи како може да останеме гладни? Да идеме да крадеме, ќе не затворите. Вака имаме комбина, имаме коли, товариме цикли, товариме железо, товариме дрва, продаваме. За една кражба сега на затвор. A za kolata da si zima... Për publikun tonë që se një maqonishtën, se edhe titrat janë maqonishtë edhe aja, po thot, për shembull, na i kanë marrë veturat, ne kanë marrë, kemi veturat që janë edhe të shtrejta, po të cilat në mungesë të asaj që e thamë ma herët, për shembull.
ka njerëz që sa i regjistrun vetë dhe ati automatikisht i pamundësot edhe regjistrimi veturës. Edhe kjo anomali që Safe City e ka qitë, besoj që dërgjava që shtaj, edhe na që i thojna shteti, duhet mi marrë masat edhe me nisë me i regullu punë, sepse Safe City, kamerat e sigurisë, përveç kamerave që fotografojnë kere, ka dhe kamerat e sigurisë. Janë senet mira, parandalojnë krimin, parandalojnë vjedhje të ndryshme, parandalojnë aksidentet, rrafjet, sepse jenë në vëzhgim. Edhe gjithë bota është në vëzhgim ose në Safe City. Po kjo që e pam tash, ka të bëjmë me minoritetin rëmë, po jo rallë televizioni Alsat ka më kronika edhe për shqiptarët të cilët s'kanë pasaport ose shtetësi. Sidomos martesat me Kosovën, me Presheven, janë vonu, janë bon dhe ka orë vakti që kadal njerëzit të ishtish në sistem. Se prime, kur ta dënojsh, të të më pas, ku me ti marrë bara ta ish? Ski. Jo, në fakt, Fadil, unë e pjesërisht, nështë se cilin punë të vetë, ashpo na këtë jena... Falë se blerimi, tha e këshin në njësë me dollë me kere, me kuaj, se s'pikap ke Safe City. Ideja është që kur merren këto lloj vendimesh, me nej, duhet shihen prej poshtë lartë, sepse na jetojna në Ballkan dhe anomalitë që i përcjellin popujt e Ballkanit janë të shumta, një mëri. Tani, vendosja e Safe City-t ka nxjerrë një anomali në pa edhe që duhet me trajtu shteti. Cila është ajo? Mos regjistrimi njerëzve. Që shëta dhe Fadili, në momentin që ti si e vetë i registru, ne me në të kujtë do me registru atëkerë. Po në qofë se edhe i ki parët me registru, ti së mund është me registru në emën tonin. E s'ta pranën dikush me registru, se në qofë se ti e bëndomin, atëherë këti i rritës sigurimin vitin pasus. Janë senet e lidhëta. Këto janë lidhë shmeri, është zingjir. Unë menaj edhe shteti, me siguri që do të me e tregu dorën e ti që do të mirë të trajtohet me shtresat marginale që jetojnë nga mbledhja e mbeturinave edhe riciklimi tyre, sepse ata janë kategoria ma rrezikume në secilin vend. Jo vetëm këto, por në secilin vend. Unë menaj që secili shtet ka për t'i qelë sytë në kuptimin popullor, kur i trajton minoritetet mirë. Secili shtet. Aty shihet dora edhe fuqia e të madhe. Bile ka thonë shumë bukur një autori hujthet, minoritetet duhet të mbyten me të drejta. Në kuptimin... Me të pru. Me të pru duke e dhonë të drejta. Sepse kur ju e të drejta, si kur shqiptarët edhe të gjitha nacionalitetet që shkojnë në Gjermani, në Zvicër, a ke po kthehen me vetura të reja, edhe jetojnë një jetë cilësore, të njëjtit që jenë konë të na e se kam bo një jetë tjilë. Jetuni, po thot, blerimit të regoj, tha, kur gjosë në regullë. Këtu, ta shka me ardhë puna jetën, kur ta mersh vëzaqken dhe zvollën, e lejen e vëzitjes, me ta uru qështu me torte. Këtë që këshin uru njonit në rrjetet sociale? Urime vëzaqka. Urime vëzaqka e Ose kam po me inteligencë artificiale. Ja, që kja direkt tort. Na i thujna vëzaqkve, vla. Dora insonit, është ta? Po, ama latinicë në altë, cirilice poshtë. Që? Që kjo bashketesa? Bashketesa nuk jam e rasisht senet të në emision. Urime. Urime vëzaqken. Urime, jo veturën, po kollata. Urime vëzaqken. Urime vëzaqken. E kështë kë? Urime vëzaqken. Jeton. Më më tha, një shok që i ka pak këtë materialin që do pason. Po. Dhe tha, përmene tha pak edhe pjesën e Kumanovës, se materialin është në pjesën e Gostivarit, përmene tha pjesën e Biljajma, tha, se dia tha lopat, a ka blerim lopat? Lopate. Tha, përmene në emision, tha se na, tha, kur vinë gërbe qartë rrinë një audit, tha, asnjali nuk lahat.
Thash qysh Veslat Gërëgjov, thaj, se menova që për zeba, thaj, po nuk ka ujë. Nuk ka ujë. Nuk ka ujë, tha, nuk lanë. Ose tha, lanë me rëdmulla më të blerimi s'ka lidhi. Po jo blerimi, mana e pastërtia e Gjermanisë, për shembull një javë ditë aty në që vjen era, se i kanë edhe dezodorantat, unë e kesh tash në Gjermani e bletër një dezodorant blerim. Unë me u konë Gjermani. Se ki din pse i vjen era krejt shtëpis, me do tonë këto jetan. Po. A i qetë bezdes, të dalë për banjës, nuk i vjen era iq. Me më skërë, Na po shkojna, që atje ku a shku gazetari jonë, ama shko njerë vici me atë reagimin e atina në të sheje tonë. Shkojna me reagimin e atina që e gjumë kanalizimin. Tani, në mes dy materialeve jetën, dhe ta spjegoj shka puna. Jo, vodovodi. Do ka vodovod të rajna i kanë. Jo, vodovodi. Do ka vodovod të rajna i kanë. Jo, vodovodi. Njerë një pytje pak tani një ndërhyrje, pastaj e shoj materialin e tonë. Po. Qështu me reagu njeri? Ti e thu në gjumën Shqipe, idhënimi a i madhë. Idhënimi i madh. Apo? Idhënimi është shumë i madh edhe në fakt, këto edhe një sen që e vrejta, që kjo kam bujt me pësu një lendim në kom, që edhe uj mës me pas edhe me thy komin, se qaja është e gusit, është një material gus, edhe është shumë i ranë, po qatë që idhënimin e ka të madhë, të më shkemenja që është 1 kg lesh. Dhe ma e gjujke qatë, dhe ma i burejke pe i themrave, i burejke idhënimi. Jo veçaj këti jemi idhënushëm, veç që na që dalem televizor atë më nuhu, ka pak me kjesh. Me kesh, atë i vete. Ama na jem idhënushëm. Pilim. Udhës të ordë jem idhënushëm. Qomë sa vaj idhënushëm. Këtë shtrejt, idhënushëm. Vjena jam i paret, vjen kjo jam i paret, vish ku ja nisim do zëja ma dalë për kresë. Jeton. Edhe një fanë në zeti. A vladitëm pak të hekom idhënimin. Po të hekom pak idhënimin. Po blek, pini ujë jo që keni ju në rëpata o poja që që thamë atje kur të vinin prej gërbetit, mërni do konta me veti dhe lonë. Unë nuk e di hiç, po Mos njeri... po mlebre, hiç me kallëzova. Shumë se vëllaj si të thonë kurqë. Pa nonën dhe ja pe bojna me ren, Po jo, ja be, vallaj blerim, seriozisht e kam, veç të thamë që të më ngroplan në Aljazonin se barëm qatë mundësi e kemi. Zët nuk jetë të thonë kur gjo, biloj. Për jetë, bërma veç pak të rgoj, se jemi të kanalizimi së mloa me spjegu shka ka ndodhë. Do më në jena shekullin 2021-2026 diti. 21 thyje për 22. 21 thyje për 22. Do më dhonë njerëzit 25 vjetë demokraci e shqiptarën qeveri e tani heraj, herali Ahmeti, her menduj, her ky heraj. Kanalizimi, do të bëjmë kanalizimin, materiali janë, sot i gjirun. Kjo që e ka gjuat rrotën që pido këtë sikur me kom pjatë për idhënimit, asë sot. Do 2026, Irani do miron Teherani, Amerika do miron Kinës, në hala me kanalizim. Po shka është të rëndësishme e tënë? Maqënia i ka marrë do kredite, një kredit fort flisht, tram, edhe ka thonë... Si kanalizimi? Si? Si kanalizimi? Flisht. Edhe ka thonë, ti krymë qëto më abetet e kanalizimit. Edhe i ka marrë, edhe kanalizimi s'ka nesë. O krymë zjedit i ta. Po. Ti thu, mes ti usim ta krytarët e ri, ka dalë adhe. Jo, në kry, do më dhonë, në bonë, sa muj për 5-6 muj, alo se ka njës me dalë në teren. E ta shpëtëm, porët jenë marë. Po. Kanalizimin që të katunin që tash që të eshoish materialin nuk ka maru. Në më ka shpija shumë të mira në të region, që kamera dhe gazetari jonë edhe ashtu i ka vizitu, edhe e ka bo materialin, edhe tha, tregojnë banorët aty, sepse a i thojnë puseta, Puseta, me puseta muti, shpijin e ka 300.000 euro, a pusetën e mutit e ka në barë. S'ka kanalizim. Jo, ato e në gropa septike. Po puseta muti. Po që kjo septike është nga atë me atë fjallën skeptik. Skeptik si mot. Që me thonë shumica e Perzin. Kur i thojnë gropë septike, i thojnë gropë skeptike. Qener. Ose këtyne
impiante për ujrat zeza, i thojnë implant. Implant edhe implant ka ndallim, sikur me thonë Fadil dhe Jetan. Urno? Unë moj mene këna pas qenefi 20 metra largë shpijës edhe ka pas atë që pat jetone atë implantin. Edhe ko që tala blak, tani edhe të vishin mësafir, pasha zotin kultura njësërm atë me 20 vetë me dhi nuk u rike. Nuk u rike blerim prej 20 mutave që i bëjshim atë, u duke këgja shpesh me i pastru. Ata kalzajat foren që? Ja, s'pe kalzaj. Blerim në shua që me starën publiku për shkejnë të folë dhe tani të kalzaj shka kena me valë. Që qënë gojët? Gojna, që për shtë puni. Jo, vodovodi. Nuk ka vodovod për të rajna i kanë. Ky është një banor nga fshati Qegrani komunës së Gostivarit, i cili është i revoltuar me mungesën e infrastrukturës në fshat. Sipas tij, problem kryesor i fshatit mbetet mungesa e kanalizimit fekal. E për projektin e paralajmëruar nga komuna e Gostivarit, shprehet skeptik. Ai projekti me marrë në Agjisullis dhe vi, asnjëherë. Asnjëherë. Ku e pret? Tu janë ato një. Tu i shef. Duhet të bëhet vi, duhet të pejës, atë jetë që analizim, ku rente, ku ranë, ku e dherë të ujtit. Speta s'kush. Në munges të kanalizimit, banorët edhe pse një pjesë me shtëpi luksoze janë të detyruar të hapin gropa septike dhe t'i mirëmbajnë vetë. Jo, s'kemi kanalizim, që me jam punojnë. Me jam kanalizim. Vetë, krytë vetë. Po e vështirë është, sidomos verës. Verës shkojnë kriterën në shpi. A më kuptonë o jo? Kriterë shkojnë në shpi, së në heshin shpi tëndë. Alsat vizitoi vendin ku pritet të filloj projekti financuar për 20 milion denarve nga kredia hungareze dhe 27 të tjerave nga komuna. Filluan në fillim tetarit vitin e kaluar, mirë po shkaku i zgjedhjeve, përsëritja e zgjedhjeve në komunën e Gostivarit, projekti u ndaluar. Kreu i Gostivarit Valbon Limani shprehet se prej fillimit të punimeve, projekti duhet të mbaroj brenda 12 muajsh, ndërsa thekson që megjithatë, me këtë projekt nuk do të mbulohet tërësisht Qegrani me kanalizim. Ja, çdo shtëpi nuk do të ketë, por diku afër 65-70% të fshatit do të jetë i mbulur kushtimisht me kanalizim fekal. Në fazën tjetër do të punohet edhe në linjat sekondare, por edhe në një pjesë të linjës kryesore me qëllim që ta përfundojmë si projekt dhe të jetë i përfshirë 100% i fshatit. Nga 2 thirrje qeveritare të parave hungareze, Gostivari ka fituar gjithsej 10.3 milion euro. Punimet e projektit më të madh së shpejti pritet të fillojnë. Kjo urë prapa meje do të rënohet tërësisht për disa muaj, për të ndërtuar një urë e re. Projekti është financuar nga kredia hungareze në vlerë për 1.6 milion euro. Ura e re, e cila do të quhet Harmonia, do të ketë 4 korsi. Plotësisht do të ketë korsi për bicikleta, po ashtu edhe trotuar për këmbësor. Sa në paranëve, që kjo është problemi. Për një me, na po mënohëm kështu në mënyrës sarkastike me... Kanë shqitë dërim, kanë? Votët. Që ti parat? Me do sene duhet si me remë, se për shembull kjo ngjarje në vitin 2026 mos me pas kanalizim, mund është me marë epidemi. Tash ajo ura, si që tha, ajo ura e lezetit, ajo dashurisë, harmonisë që ke, në harmoni ka dishka. Që ajo ura, ajo mund me vështërsu lëvizjen, po epidemi nuk të bjen ajo. Tani hala që e bën matron faktin, kur thët 65% e fshatit do të përfshijet. Sepse këta të shtinë edhe në fesat. Jo, më këta kanë rejt, jo këtë djali, krejt kanë rejt, atë kush ja komun, të Gostivarit ka rejt, a jetë marrë. Nga, e kur qysh që kokrat me pi marët. Oke, ama shtinë fesat, se e mojta me në pjallin, hajtë. Shtinë fesat, për shkakun që, ta 65% i bjen ty edhe kamermonit edhe blerimit një adresë. Mu mos më adresë. Andi të hajtë më zhëj shumë. Po nuk ka të problemi, se kime 2 metë. Që më zhëj shumë edhe i thu. Ideja është si tash,
Me njerë gratë janë nisin, a përshet si ti je zaj. Ty nuk trajton kërkush. Po, ty nuk do kërkush. As nuk merë parasysh kërkush. Islamit ja ka ndrejsh. Islamit ja qunë nga analizimin, porët sa është i furt, edhe neve na myti era nuk po edhe mëna me ti dojnë si shekon për kur gja. Ti si shekon për kur Kur gja. gja, fesat. Zdip se e martu, në drest pofsha, dhavam, Bota në... Jo, me Nej, se s'ka lidhe, shkojnë në marketing, se 25 minuta e në shku jeton, ti deri sa ta shtish në ceva, ja, do mja qina në në shtipe kata. Leheme te... Ama kryesorja, ngom, para se me shku me marketing. A mirë, Komuna Gostivarit, në përshë vene me maru, ka një WC për të gjithë. Po edhe mos harroni subscribe. Subscribe mu në YouTube. Shkoni Po në shkon ki YouTube. subscribe se na e bën. Hajde mos e bëj xhami, çile me telefonin një trosës kur Që ta shkon aty deri sa shkojnë reklamat te ban. Dal sot atë. Dal sot, po. Ta ke prek në herë çaçot. Marketing deri. Hajde shim. Zogjani, maje me, një mjerë të kom thonë, gomë. Veç bak, publik, se mësi jemi live, po du të mi sjegu diqka. Jena rikthy për Koha seri. televizive është kohë televizive. A ki sens me blash? Do ishe me shti diqka në cevs, diqka ba ishe bët... Së është mirë, E së është përshëndesim Ingjën Lude, respekt. Kuku, ma dekonspiroj nonë. Kanalizimi, unë e thash me Ma maru një kanalizim për bashkëm Qegran, edhe me shku njerëzit shkojnë dhinë aty. Se s'ma përshëndet edhe babën, se në edhe babën e kam gjohë. Bacimos, respekt. Në këshillin e të tonës jeton, në këshillin e të tonës jeton këto ditë, ka pas një mledhje për diçka, për arsim, do pare, do sena ma... Po shkujna pak ma shpejt se shumë interesant, do mon, këqërë që shmat politika për ato projektet e urave, këqërë? Po po t'nip se po m'preko. Du të me prek se si të marrë vesh. Se Ta pas njëre ka gik, po po t'nijore, po Kom pas një shok, unë besoj që edhe ju shiku se keni ka një që të ngrej. nga. Tu hesko. Varë. O pasha Edhe zotin. me pas grunë gjeluese kur shkoj si vita. Pasha zotin, njerëm ka pas nalë me asë, kështë dhe t'jëm këthuj. Nalë viqmak. Pasha ka mundësi me s'mu më prejkë dhe se... Së mërë... Qërë e të... Do më thonë, që shbot politikat e nasë, se ti si di do zënë i ri. Si di, do. Lësho. I ri po sa... Vat të regojsh. Kërkoj që këshilltari në fjalë të përjashtohet nga kjo seancë e këshillit. Jo, me këtë mënyrë ligjore s'mund ta bëni, këtë përjashtimi se s'u E kemi a drejt për prishjen e rendit seancës për parësie. E ka prish kryetari. Vazhdojmë. Kryetari i këshillit çka nuk le të reagojnë në mënyrë procedurale. Unë nuk mund përjashtohem për i sallës këshillit nëse kërkoj që mos politizohen çështjet e arsimit. Shefi i sektorit ka obligim ligjor t'i tregojë mjetet, t'i tregojë destinimin e atyre mjeteve, jo të hyjen të kalumen. Mu nuk më bën as pak problem nëse të akuzoni. Këshilltari në fjalë propozoj që të përjashtohet nga seanca e këshillit. Nderuar këshilltar, mund të vazhdojë seanca. Këtu do japim pauzë. Kjo seancë fillon në ora 13:00 dhe shihemi në Jusuf, më fal. Sot është xhumo, këto ndoshta dje kam fal xhumo. Mledhja ka të premë të njëtën, edhe kërë është i Nora Nja. Nora Nja është koha e gjëmos, edhe njani i thot atje kryetar me emër, i thot, nashta këta, masi e lati Nora Nja me vazhdu, kanë falë në tejten. Këta jetën nuk... Ama si fore ju dëgjë, se se kuptu në heqë. Se fore ke fantastik. Duhen rotroni këti Furja populli. levet e fore, na përshishmon politikat, vëtë erën. Thot për zinë këto se për na pengon me majt mledhi. Na i ka drejt njëri atje me dalë me dhanë. Edhe mendimin e pa të artikulu, nuk e di kush është ai. Shka ka lidhja se në spenja pasha zotin. Ai tha që unë tha nuk lejaj të politizohet çështja e arsimit. Ma e ke kallëzua tha me arsimin që është kur shkollë. Po në kallëzua mirë, Ja, kallëzua. Përse ka arru publiku, kallëzua. Mi prend i shku për djallë në shkollë me vetë çka e ka gjenden me nota. Sa hini në shkollë dhe takoj aty një kurer. Mirë dita, zotni, mirë dita. He, orë që ke dalë? Allah e tha, jëmë dalë mu interesu për arsimin. Arsimit, tha.
Jo, tha, djoli jam e ka mesi. Aha. Djali jam thaj ka emrin arsye me sogot, tha se s'jam të polë kështë në përgjithësi. Jeton, një krye bashkjak, se masi materiali ishte i komun, krejt pëllidhet me krye bashkjaka. Aha. Ja, s'ta ke marrë kemikin, me krye bashkjak, ku ju të shkuti? Ka. Ah, okej. Mirë. Ktheu të veni, ka. Ja, o tot, le, se o tot, ja, le, se, o tot. Gjusëm kamermanin, pak është fantastik. Fantastik e kene kamermanin. Jeton, një krye bashkjak e kishin hi zoll. Mirë e kanë bose, valla e kanë lip. Se kërkush nuk gjunë zëmë pa e lip. Valla e ka lip, Filipine ka ndollë publik, mos me nani që ka lini. Filipine që të janë. Që të, në jasë, 400 metra për alëzotit, në shohë. Në shohë në rinë Filipine. Që? Që? Ama autoblindve, kjerin e blinduna, jeta. Kish pështu drejqje. Që këshërë? Që? Ti tash me stoj që duhet me, a vedi me mosë, mund më cilësu më rdin, më zgabo me komentu shumë fellë. Jo, është për Filipinë të fundë. Na nuk jem të thonë kërgjë. Na kem për Filipinë të volë. Që të janë thonë nga? Ti, ja, unë që hodhen, jo, la bida lemin, ha? Atina që ja ka ngrej komën. U konë ty. Ja, le, se u tët, le. Jetan. Na kena folë që francesët, për shemëll, atë e lekt vertë. Po në përgjësi si popull francesët, për shemëll, janë shumë protestus. Edhe të pak knaqën, për shemëll, nëse qeveria ose dikush merë në i vendim palidhje, dalit. I tash në këto ditë në Francë kam pas protest zjarë fiksit. Edhe kam shumë ashtë të rëndësishme me e cekë që zjarë fiksit kam ba protest me zjarë. Në shumë pa mblerim të shohem se po vina kadal të shku të truni i maqonis, një lajmë që ka qëkullu këto ditë. O shumë e rëndësi, me që para se mu kollë, na i shumë shku të në Prishtinë pak, edhe mu këthy prap, a mas sa i shkojmë edhe këthejmë. A që shpo do ti? Na po shkojna të zjarë fiksit në Francë. Të zjarë fiksit në Francë, okej. Se mira me shku, që mos me lanë ma vonë koronadentin, e ki parasysh. Mare të koronadenti, të koronadenti mund është me shku kur dush. Se, a e dim se? Sepse shumë ashtë letë, shkojnë aty, e gjinë, e din adresen, urna. Dine që në Prishtinë Dardani, të koronadenti, i dani mindrejës dëmët, shkani shpejt, kryni punë, që është Prishtina, edhe përshëndetin oral është fantastik. Aty ju pret, doktor Shefki Hoti, ministra, fantastik. Masi u këthim për koronadentit, po shkojna në Francë. Që ku Francë? Që Francë, është të aeroporti, vab 2 ore gjysë. Që ka në aeroporti? Tash ja ka ndru, sa ja ka në Aleksandri Madh. Jo, tash e ka International Airport. International Airport, okej. Që mos më idhë nuk kërë. I kena ndru plët dhe senën. Krejt me konë të knaqën. Me konë të knaqën. Në shumë që të... Sysh. Prijateljstvo. Autopat prijateljstvo. Shëqëria e ka. Shëqëria. Shëqënu, dhe qysh. Ha, ty ko ka... Jenë hinë shëqëri. A fjetja po shemë, tha, jetja. Ma balë se kena blejnë balë. A, di të një qoki kur a shku blerim në hotel. Mirë që i ka thafë me fjeta me pushun. Valla e thave miqë. Nejse. Me nëzikun po porën do. Me nëzikun po punë. Me pushu. Veqar pushun i dhas me flejt, po të qëmut ka menejt. Shkojmë me zjarfiksit pak në blerim, se po du me tregu një diqka që na e marim me qëllim këto materialet të cilat janë, sidomos që vinë për Francës, sepse na nuk dojna, jeta na pos, dojmë na për shamëll një shti poplin në protestu. Po veç dojna me i tregu që për shamëll njëra ndër format të cilat janë me qeni pak knaqën, me najsen që qeverit e ndryshme bojnë,
Ashtë edhe protesta, do në po thirë mas protesta, sa pëtit. Jo, larga saj. Larga saj redi të shpia, knaqë, Larga saj, do më thonë, sigura e puna që ai ujkë dhe kishë hongër dejnë gjysë, ta e delnja dhe kishë olla e monër. Edhe neve, jenë kanavojnë këta dalë, ama të u luti sholla e monër, na zbëmë protestu. Këta nuk shojnë ondër iqë. Këta nuk jalen në rast. Këta nuk jalen në rast. Shojnë ondër. Rrogat kanë lypë diçka me rritë, për ndryshe këta e kallin krejt, edhe protesta në vendet demokratike është legjitime. Në më thonë, në qofë se ti, si shoqni, nuk proteston për të drejta tuja, politika e bën punën e vetë, sepse aja menon që ti je i kënaqur me veprimet e cilat Aja të i marë. Aja është i marë, edhe është në rregull. Francët nuk e lajnë këtë zëllamahi me kalu. Ta bëj një pyetje e tonë. Por na. Tu ka ndodhë në Maqedonia dhe besoj që materialin e dinë për shka po flasëm, po ta bëj një pyetje. Se unë jem çudit. Për shembull, Amerika i ka mbledh do truna. Do copa trunit, për shembull, për njerëzve e kanë nënshkruar, i ka thonë kur desun ta japni copë trunit për analizë, për sene, edhe këto dieta kanë lajmi që disa pjesë të trurëve të Maqedonisë, prej njerëzve të ndryshëm, nuk e di kush janë, se ata janë anonim, kanë fluturu në Amerikë. Edhe, për të një pyetje para se me shku materiali. Shkaj vynë me truni jonë, që ta jam të deshtë me dë vetë. Shkaj vynë truni jam, hajtë. Që fillimisht të kjo nuk u dzej më talë, sepse... Jo, truni jam, për trunin tem jam të pytë. Shkaj vynë. Vëllaj e vish me lu lupt. Me lu lupt. Me shka ish me sutalë, shka ngurë materialin ta ne e diskutojnë. Okej. Trurin e transportuan me aeroplan në kontinentin tjetër. Destinacion ishte Universiteti i Kolombias në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shkencëtarët krijuan një bank të madhe truri njerëzor, e një pjesë ju erdhi nga Maqedonia e Veriut. Krejt kjo u zbulua kur në publik doli dosja Epstein, e Amerikanit Jeffrey Epstein, që akuzohet për trafikim të miturve dhe abuzim seksual të mira personave. Koleksioni përfshin mbi 1000 mostra, ndërsa sipas raportit truri u mor pas vdekjes dhe u ruajt në -80 gradë Celsius për të udhëtuar më pas në kushte të sigurta. Pjesëmarrjen në këtë projekt ndërkombëtar e konfirmoi për Deutsche Welle edhe ish drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore në Shkup, i cili thotë se qëllimi i këtij eksperimenti ishte zbulimi i arsyeve për vetvrasjet, skizofreninë dhe çrregullime të tjera. Mostrat u thonin më ligjerisht në aeroplan, kalonin nëpër dogan dhe kishin dokumentacion të plot për to. Pa leje, një mostër nuk mund të hynte në Shtetet e Bashkuara. Duke marrë parasysh që kishte 300 deri në 350 autopsin nga të gjitha fushat çdo vit, pyetja është se sa prej tyre vdeqën për shkak të vetvrasjes. Në fund të fundit, numri zbret në 10 deri në 15 raste. Ky sqaroi se shteti Maqedon dërgoi vetëm disa mostra në vit, mirë po nuk dihet nëse për këtë ishte marrë leje nga familjarët të vdekurve. Sipas Dumës, projekti solli rezultate shkencore, duke sqaruar se janë zhvilluar metoda për njohjen e ndryshimeve morfologjike në tru në rastet e vetvrasjeve. Në të dhënat e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë për hetimet ndaj Jeffrey Epstein, përmendet edhe emri i ish emisarit evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, për çka ai dha dorëheqje nga posti i tij si këshilltar i kryeministrit të Slovakisë. Mire, ka blerimi. Që po të blerimi? Po thot mësë i kanë marrë për Maqedonisën, i ka vynë i trofin dak i ri pa përdor. Nëjse, aja e spjegoj, unë s'kisha thonë shumë sene këto, veç më ka arë shumë që di që, për shemëll, Epsteini i përzin me trunin e Maqedonisë, Lajçaku, më ne i kemi regullu çështjen e Kosovës, të një dha dorë, ti e dë Lajçakun, ti më diqysh do këtë që e dënë, ha? E di, se u bon serias e da fort. Jo, nuk ka problemi Lajçaki. Lajçaki është një emër i përvetshëm. Mënyra qysh jenë marrë tru të njerëzve dhe jenë bartë për te oqeanit, është shumë e çuditshme, sepse unë mendoj që pavarësisht sa i shteti i vogël, se të këtë që të më rrinë bashkë mirë, qështu diçka,
sa je shtet i vogël ose sa je i parëndësishëm, megjithatë ka do procedura. Jo, haj, që procedurat janë një. Ka do procedura. Jo, nuk e tha që janë një procedurat sepse Shteti i Maqedonisë së Veriut nuk ka dalë me një komunikat me shpjegu në cilën periudhë ka ndodhur, a është leju se kjo shkon nëpërmes një komisioni të Ministrisë së Shëndetësisë që bëhet për mu bëni transplant të tillë dhe mu hjek truni i njerëzve. A është leju me lejen e familjarëve e kështu me radhë. S'ka rëndësi se je i vogël, po kur prekin në gjana sensitive, mendoj që duhet të tregojmë kujdes e respekt për të vdekurin. Mas ne çka kanë bërë me trunin e popullatës së Maqedonisë së Veriut, kjo mbetet me kallëzu shteti, çka ju kanë dashur edhe qyshin shku, po megjithatë kjo është në fakt i dhëmshëm, sepse kohëve të fundit na kanë kallëzu që çka bën i forti të ligit i metet vish më çudit. Veçanë gjatë, çka po durej ke i ligi të fortin për çudit ke. 13. Aja qëto e ka qpu, bleni më duf pak, pion me vose, ko gjaj qpoj, adin. Je bja një groplane dhe lëshaj aton, pion. Unë e bëj me goj, pse a? Kërë që më zë lëshaj blerem, jo, ma, e që më zani. Jo, që tu të bone me hile. E ka qpu. 13 ton e gjys dukat e kanë zoni politikonit, nuk e di ku, po veç e poshtë si material edhe mi kalëzu. Tishe ma largë është aty e shkrume. Ose mujnë më të kallëzu në vesh. E ti jëllin për shka, po anë të lem pak të me pak më interesant për publikun. Ungulla. Ungulla, normal. Me suko, të shumë blerim 13 ton. Dukoti që ta shashtrajt. Ku a blerim ish zyrtari lartë atë? Lexohet të Facebooki. Edhe dukatin si kumpira. Para me dhe për më duke të që janë kakina. Hitë sa me rëndësi blerim shka ku ashtë. Dhe ma e rëndësishme janë që është një zyrtarit lartë. Jetën, jena ver lo në problem me zyrtarit e lartë, edhe të botës, edhe të vendeve tona ku jetojmë, edhe të komunëve, edhe... Në si po bëhet zyrtari lartë, po bëhet zyrtari pasur. A mden paka... Do në fell me unë? Po, me qëpu. A, ki me qëpu pet? Bën e gati ato. Dhe mon... Ki. A, mjanis? Qëpu. Qëre vëdim? Ja, me ordon, qëpu. Qëre për shemull, na këto që jem, për apërsisht, nuk bën me kallëzu për pagat, po e kena që atë ekuivalent me ministra me paga. Edhe na e bojna punën me përkushtime, me dashnije, qatë sadina dhe sa mujna. Për çka s'muna, na i bëni halal, për nuk e bojna me njetë keq. Quhet burri botës. Edhe damar t'i dalin që shikaq, vëtë mund se ko më ta nrejsh jetën, hes të puthi, këqin, ty dozën, kur e vetë la sa ki rogën, 1.200-300 euro. Tash logjika është që krejt qatë se këlldi që i bëran për imrena, e ka vesh një qëllim dhe një adresë. Me orë të veni, per me bo dukatin, se tybe per më na i drejsh jetën na e pom në fillim që jam kalon njerëzve mutin në bërë. E tash mi dhonë ton qëtë yrysh, per 1.200-300 euro që për ta mërmenja. Pas fiqirin e kanë të dukati atë të... Je që po është po? Të uba të dukati. Je që po është po, kalëzoj për... Kim. E ka qpu ky ama dhe e kish qpu edhe një hoqë. Jo së është hoqë, o shë. Nuk e di jo në ashtë hoqë a shë. Pse bre pu mi pri... Pse pu mi dhin para lajmërimet. A ti e si? Shë hoqë, se s'po di që... Prej me kam të qështjet fetare du të me pas pak kujdes, po s'di qysh me thonë, po hoqë në Zvicër, shehu në Zvicër, se di e kish full. Shumë blerim fotografin të shojnë. Dënohet në Zvicër, sheh imami nga Kosova. Luksin e shprenuar e financoj duke, shka duke? Do të me... Hiqëm me energji kriminale. Qysh ju ka fry njerëzve më kriminale? Jo, bë s'kish lonë sen, pa një. O, ma dilin gji, po t'kallëze, a kish vjen toksa, s'kish pagua.
O, shejtan, dha, me kjerët mira, me... Allah runa! Po, misë këtë që kishë ditë. Dilin gji shehe. E kanë marë, ata e kanë qëtë të veni, tirilili. Mira, ta shbjane, kata. Masi jemi të Zvicra e tonë. Edhe, si janë mundur me për shemëll që Zvicrën e kanë maru për tre popujt. Gjermant, francesë, që shtu e kanë bani farë marreshje, italianët e kanë bani marreshje, po publiki jo një dashër, para prakisht kanë qenë në luftat të tashme dhe majemen, shumë jenë vronën me vete, shumë. Po, edhe jenë pajtu. Edhe jenë pajtu dhe ta shka është interesantë dhe që për shemëll është e rëndësishme me cek që është njërë ndër vendet ma të sigurta ekonomikisht, do ma që i qojnë parat. Po, edhe nga aspekti sigurisë. Edhe i sigurisë që fluturojnë aeroplanat. Që s'ka pas luft kur. Para me nda. Smat me. I tash na, pse vezmojmi na si Zvicra për shemëll qetë, këta dy flamorat, Maqedonia. Më ullë një ditë, dhe me i thonë, leve Ali Ahmetin, marrveshja orit, aja kjo kishe adit, me ato marrveshje gjentelmene, kush po shkon me përpara në veceja, përdin? Mu ullë si burët dhe me thonë, a pe dojna që të ven, e pe nëreqëm që të ven, që të shpinë tonë të përbashkët. që të shpinë tonë të përbashkët, edhe pi u thojnë a fmive që o e nashë dërzhava, është vene jonë, për shemëll sonë e kam flamullë macionishtë, ne i thamë, o e nashë dërzhava, ti i thu, kja vendi jonë, e mes me uzaja batë ma, E mos më usë. edhe mes me ungus, edhe mi u tha fmive, këse e shërbivi në ushtarak. Po. Që i fmin bashkë në ushtri, qeli ato njësi... Troni këti popullit. Qeli ato njësit që s'ka shqiptar. Falë, Fadilbe, nuk është që mi janë rrugë, neve ne kanë morë krejt. E po, në aeroplane kanë Kanë qumë me balon. Edhe jetën, ti e dinë se ke autobën Zvicër redhone, kemi edhe vllaznijët atje. Ata që i kanë shtetësinë e Zvicrës, për shembull, ku shkojnë në Angli, për zonë. Edhe ai thot Shvajc, që thot ja, se kryqin e ka aty, gjithë në plusa. Edhe kërleshët. A e ke po? Ja. Kur t'vjen marrëdhënie, me po, mi thonë. Zvicranë dhe ta qetë synin sa grushtë dhe të shqiptarim. Jo, edhe një sen. Shembull, shqiptarët e Shqipërisë, ka njerë neve na thonë Maqedonës. Po. Pse me i dhosh? Pse i dhosh? Do më dhënë, a i thojnë akronime teritoriale, do më dhënë Zvicran. Po mrena është francez. Absolutisht. Shka lidhje. Nacionalitetit të shumë shqiptarë. Po shka lidhjeve shka jetë, ti duon... Shumë Macedon, shumë Shvajc, e kia plusin aty non-stop plus, karticat plus. Ti qka është me rëndësi? Me rëndësi është qatë letren me fuqizu. Tani kur te fuqizej qatë pasaporten, tani se cilët që e ma në gjep në djetë krenar, a kur ti e shkerdhen qatë pasaporten, e se trajton, e shteti s'punën për me fuqizu, tani t'vjen mare edhe t'ju si shqiptar, edhe ati si Macedon me thonë që jam i t'ju. Edhe bollni ma publik jam i dashur, seriosisht e kam, bollni ma se kur bisedoj me juve, me njerëzit që i takojnë rrugë, me shok, i vjen një dënim, i ka arë një përmbarus, thët të përshurësha në shtet. Po. Që më përshurësha në shtet? E ke po fajnë, më? O të jaran, jë më në shtet, që shmë në shteti, shteti është të një madhë, o ti... është të rëndësishme është shteti. Është rëndësishme kush i ka dy fije men, Ti për shembull ka shansë me s'me kanë në ekonomist i mirë, të ka rëshit në i pagesën, në i senet, kuptej, dhe mu më ka ndonë ka ardhë për mbarusi. E kom harru një faktur, kur më ka ardhë, thap, jem shkoj, këm pagua, mas thamë, bre, shurësha në shtetë, për i me e kam, se ti të e do shtetin të në nashtë në janisë dhe shtetin më në do. Ama këtu jetan duhet për i me e kam kokat, politik, truni i... Politika. Ja, nuk kanë morë. Ja, trunin e kanë që me ballon. 80 gradë. Bilet ftafte kena trunin atje. Derim, a jemi në i kam... Po shkoj... Ti shkoj me marketing, se unë me jetonin dhe diskutojna. Po. Dhe diskutojna.
Do me thonë, na, publik I dashur, kem të bisedu me jetonin për këtë Epstein, për këto dokumentacionet, për këtë skandalin botëror që ka ndodhur, që ka dalë senet, flista, e të pamoralshme, e krejt. Që s'kena me diskutua edhe në emisionet VM, sepse është story... Jo, kjo ka me zgjate, kjo ka mërzu qeverie. Big fajla në këtë mahabet, kështu që... Ama një sen që mro në vesh, të më hinin... Jo, mërë të mirë kje nëllë. Jo. Po me nënë kështu. Figurativisht, të më hinin në vesh, bijat tona në dokumentet Epsteinit. A e këshirë materialin të një të ja pak ty me qëpu? Pa tjetër. Ta qëpo është jakështë. Jo, ty e din atë. Hajde. Bia tona ndosjen Epstein. Publikimi 3 milion dosjeve të pedofilit, abuzusit dhe manjakut seksual Jeffrey Epstein, I cili në publik ishte maskuar si financier dhe menaxher pasurish, ka nxjerr emailët ku përmendet motra shqiptare. Për më tepër ajo që bie në sy nga ky fillim I bujshëm I dosjes Epstein është komunikimi I një bie nga Shqipëria me inicialet ET, e cila kishte aplikuar për një vend pune si asistente personale Epstein në vitin 2017. Përshëndetje, jam e interesuar për punë për të cilën I that Eva Luthras, por unë nuk jam me bazë në SBA. A është kjo problem? Thuhet në emailin që ka dërguar e reja. Në vijim të komunikimit, personit tek I cili po aplikonte për punë I kërkon asaj që të dërgoj 3 foto me cilësi të mirë dhe CV-n. Kandidatja më pas përcjell dokumentat dhe 3 foto personale. Në listën e bashkangjitjeve të emailit, përveç CV-s dhe fotografive, rezulton që e reja t'i ketë dërguar edhe një video për kandidimin e saj. Në komunikimin me perverzin Epstein, ishte edhe norvegjezi Thorbjørn Jagland, I cili në atë kohë ishte sekretari përgjithshëm I Këshillit të Evropës, ku në një komunikim I shkruan Epsteinit gjatë vitit 2012 në një vizitë në Shqipëri se këtu në Tiranë ka vajza të jashtëzakonshme. Këto janë vetëm një pjesë e vogël e dosjes voluminöze që po e shokon botën për përfshirjen e elitës botërore në krim, perverzitet, abuzim seksual e shumë poshtërsi tjera. Qëre, dorën zemër jetën para se me qpu, vajzat, edhe populli shqiptar është populli bukur. Prime e kam këtu nuk pijap kështu kosës, po më përgjithësi femra shqiptara është e bukur. E tash, që kanë lypë në Epstein nuk e di jone. Unë e të kisha propozu jetën se tani ti e qëpon kështu pak ma e grumbullon. Kisha propozu dhe materialin tjetër me lëshu Epsteinin, me lidh. Po, se edhe syzat kështë ty. Jemi si the, lidh e vlerim. Departamenti Amerikan I Drejtësisë publikoi dokumente të reja mbi Jeffrey Epstein, përfshirë mbi 3 milion faqe, 2000 video dhe 180.000 fotografi, shumë prej të cilave përmbajnë materiale të papërshtatshme për të miturit. Sipas raportimit të medias ndërkombëtare, midis dokumenteve përmendet 3200 herë emri I presidentit Donald Trump. Zëvendës prokurori Todd Blanche shtoi se departamenti nuk po mbron askënd, duke përjashtuar çdo ndikim të mundshëm në mbrojtjen e presidentit. Ndër zbulimet e para janë dhe të dhënat mbi bashkëthemeluesin e Microsoft, Bill Gates, I cili sipas dokumenteve dyshohet se ka pasur kontakte seksuale me vajza ruse dhe ka kontraktuar një sëmundje seksualisht të transmetueshme. Emailet e Epstein për Gates përmbajnë dhe kërkesa për të mbajtur fshehur informacion nga gruaja e tij atëhershme, Melinda Gates. Po ashtu dokumentet përfshin komunikime të Elon Musk me Epstein. Miliarderi pyet në një email për mundësinë e një vizite në ishullin e tij, Little St. James, ku më vonë disa viktima raportuan abuzime. Nuk është e qartë nëse Musk ka vizituar ishullin, ndërsa ai ka mohuar gjithmonë ndonjë lidhje me Epstein. Kështu të lidhna shpejt e rasti Epstein. Melinda Gates është ish gruaja e Bill Gatesit, edhe që ka ndodhë dhe që ka komuniku kjo me Epsteinin, me shejtonin, Dilingjiun, thët që ka me bonë një rast, që kjo ka shoku dyen, thët që ka me bonë me Linden, më duhet të mja qitë antibiotikin, Ose ilaqin. Antibiotikin eksaktësisht, e konsultohet me këtë Epstein, konsultohet dhe qysh mja qitë antibiotikin, sepse ka rrezik që ku marrë smundje të transmetueshme gjatë marrëdhënieve seksuale që I kom pas me vajzat ruse. Edhe mi janë gjitë grus? Edhe tash qysh mi kallëzu
me lindës të mjaqit qatë kokër që mos miros muja. Në më thonë, bezar, dy jenë e kanë bo. Edhe kë na i lujke, a këni po të fotografi që dilë këtë të prit me një gjemper, 2 marë një prap të prit për hamburger, a këni po posh jetën. Kishe kjo i thjesht, kishe. Allah e të marrë. Depsës. Që një qitë grus, kokrën, shko atë bënë zina, hajtë të ashtë të tja kokrën grus. Se më po thamë... Unë s'kam po orës në ti. Po ftyrë kam. Pis, plak, ma tëtë. Mja qitë kokrën grus. Jetan, njerëzit du të kuptojnë që Mëse që po vashëm? Mëse që po vashëm? I mirë ke që pu, po ma vënë e marrin dhe shë ke thanë. Jo, se po du me të bashkan gjitë, Po bashkan gjitë. Po du me të mbështet një material që ka të bëj me Epsteinin, që aty në ato mailat zyrtar, mrenda për brenda kësaj që ka po ndodhë në botë, kanë fol njerëzit të kanë kontraktu luftën e dytë botërore. A vërtet? Këshirë, ka thonë për shemëll, a e fillojnë... Epstein e ka... Po da, a e fillojnë ka thonë se këta financu s'po dojnë për shemëll me 8, Anona, Marsa... Me 8 shkurt të vitit... 2026. 26. Mona men, me 8 shkurt 2026 kanë thonë... Epsteini, Diligjiu. Diligjiu, këshirë. Hajde dhe këshirë. Ka një email që e Free Epsteinit në vitin 2018. Email të Epstein? Të Epsteinit. 2018. 2018-ës. Ishtë sa interesantat. Duhet të diskutojmë tot luftën e tretë botërore me investitorët. Po? Sepse ata duan të dimë, a i qëndrojmë planit për datën 8 shkurt 2026? 8 shkurt 2026. Sot jemi 4 shkurt 2026. Sot janë prishur, sot Iranianët janë tërhequr nga bisedimet me Amerikanët, pra nuk kam më bisedime. Okej. Dhe para një ore kanë kaluar në gatishmëri totale të plot. Amerikanët kanë filluar të lëvizin me aeroplan base që kanë çuar 1400 kilometra, kanë filluar të afrojnë. Pra drejt asaj. Po. Dhe normalisht që brenda atyre 3-4 ditëve pritet të sulmojnë. Po, Epstein nuk e dinte që iranianët do të ishin nga bisedimet. Prit, ja ta them sepse thot subjekti, ja ta them se pse e dinte apo nuk e dinte, sepse thot subjekti i saj thot në email, po. Subjekti thot, prit, 8 shkurt 2026, shumë interesant. Potencialisht investim ëngjëll, opsioni në klapa nukleare. Ati më thuaj që se dinte për Iranin. Që kjesë më komena nësë mu. Ajco. Mes tonë... Jo, ka. Marketing. Marketing. Këtë jemi... Mo. U zgjidhe, qashtu? Populli jam i dashur, mos harroni se më ra diçka. U zgjidhe. Mos harroni populli jam i dashur, rrjetet sociale tona, Facebook, YouTube, jetoni ka thonë shkoni ve bani subscribe atje, subscribe. Se ju dalin video. Kur gjave nuk... Qeko i ki, televizioni Alcat. Kur gjave zënë. Edhe ma e men, pse be ka një noti, shko be bane që atë se bëku i slyp. Pse të vjeni noti, do më shkon e prek. Kur gjave? Këtë që prek një herë, një jetë. Këtë Mazdania du të më qumë në e bo një subscribe, edhe përshëndet, qash është kjo punë, qash? Ebe që të subscribe-in. Ebe, baja... Edhe follow-in. Ja, ta shperinoti se këta emisionin i mirë, televizion i mirë, ta shperinoti më stja maj. A nërmje veti i bajnë share video, të dhja që shka kishtë në alësati, që po që ku i ki shumë thjesht, e ba subscribe, shkon... Hajtë luet kom, luet shka shajt. Në TikTok shkon e ban, follow. Luet shka shajt, hajtë bënja një follow, që atër një subscribe. Hajtë not në mirë shime. Qusë aj materiali ke Iran, aj materiali ke shumë Iran. Iran ke? Irani, po të shka i... Irani shka Notën e mirë. Notën e mirë, shime.